Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjekët me urdhër të prerë. Nëse vuani nga tensioni, mos i fusni në gojë këto 5 ushqime. Hipertensioni ose presioni i lartë i gjakut prek miliona individ në mbar botën dhe është një faktor i rëndësishëm i rrezikut për sëmundjet kardiovaskulare, ndërsa medikamentet dhe ndryshime në stilin e jetesës mund të ndihmojnë në menaxhimin e hipertensionit. Një aspekt kyç që shpesh neglizhohet është dieta ushqimore. Ushqimet që konsumojmë luajnë një rol të rëndësishëm në shëndetin tonë të përgjithshëm dhe kjo përfshin edhe presionin tuaj të gjakut. Disa ushqime mund të lehtësojnë në gjendje ndërsa të tjerat mund ta përkeçojnë atë. Kardiologu Rit Bargot, dietologja Kurtika Navani dhe dietologja Suzan Shkreçer kanë cituar ushqime të cilat duhet i shmangni nëse jeni duke luftuar me probleme të tilla siç është për shembull edhe hipertensioni. Për të mbajtur një tension të gjakut në nivele të mira, duhet të evitoni ushqimet e përpunuara siç janë edhe ato të mishrave. Mishi i përpunuar mund të dëmtojë seriozisht shëndetin tuaj kardiovaskular. Sipas doktor Bargot, mishrat e ushqimeve janë ndër opsionet më të këqija kur bëhet fjala për presionin e gjakut dhe shëndetin tuaj të zemrës, dhe duhet të qëndroni sa më larg prej tyre. Mishi i përpunuar i ushqimeve kryeson listën e ushqimeve që mund të rrisë rrezikun e ngjarjeve kardiovaskulare, duke përfshirë këtu edhe sulmin në zemër dhe goditje në tru, citon Shifajns. Produktet si biskotat dhe ëmbëlsirat mund të jenë gjithashtu të dëmshme për shëndetin e hipertensionit. Nëse na pëlqejnë ëmbëlsirat në vend të ushqimeve të kripura, është e rëndësishme të mbani mend se ato mund të dëmtojnë edhe zemrën. Eksperti thekson se duhet të shmangni produktet e përpunuara si buka e ëmbël, biskotat dhe ëmbëlsirat nëse duam një zemër të shëndetshme. Sheqeri mund të çojë në një mori të efekteve negative shëndetësore, duke përfshirë këtu edhe presionin e lartë të gjakut. Nëse doni një organizëm më të shëndetshëm, atëherë duhet të qëndroni sa më larg këtyre problemeve. Ushqimet e ngrira gjithashtu janë të dëmshme jo vetëm për shëndetin tuaj të tensionit, por edhe për shëndetin tuaj të zemrës, dhe duhet të mbajnë sa më larg nga dieta juaj këto produkte. Vaktet e ngrira janë disa nga opsionet më të përshtatshme dhe më të shijshme me raste, por konsumi i rregullt i tyre mund të jetë i keq jo vetëm për shëndetin e zemrës, por gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të hipertensionit. Këto produkte kanë një rol negativ në shëndetin tuaj. Ndaj edhe ekspertët këshillojnë në përdorimin e tij sa më në mënyrë të vogël për të evituar kështu edhe komplikacionet që ju varen për shëndetin e hipertensionit. Këto vakte zakonisht janë të ngarkuara me shumë natrium, i cili bën një rrezik të konsiderueshëm nëse konsumohen me tepritës. Ushqimet e ngrira shpesh përgatiten me konservant dhe përpunues të shijshëm për të zgjatur jetëgjatësinë dhe për të përmirësuar shijen tuaj. Nëse doni të menaxhoni hipertensionin dhe të keni një shëndet të fortë të zemrës, duhet i konsumoni sa më pak këto produkte të cilat i përmendëm më herët. Ushqimet mund të ndihmojnë me hipertensionin. Nëse tensioni arterioz është i lartë, veprimi i parë që duhet të bëni është reduktimi rreptësisht i kripës dhe të gjitha ushqimeve që përmbajnë atë, si sallamrat, ushqimet ambalazhuara, prodhimet e furrës dhe të tjera. Gjithashtu kufizoni të gjitha ushqimet e pasur me yndyrë të ngopur, si mishi, pana, gjalpi, margarina hidrogenizuar. Ja se çfarë duhet dhe mos duhet të konsumoni konkretisht. Ushqimet që duhet të preferohen janë hudhra, qepa, frutat e freskëta, lakra. Përdorimi i vazhdueshëm i hudhrës jep rezultate fantastike. 3 kokra hudhër mund të mbajnë edhe më mirë në nivele konstante nivelin e tensionit. Ushqimet që duhet të kufizoni: kripa e gjellës, të gjitha ushqimet që përmbajnë krip të fshehur, erëzat, sallamrat, mishi i kuq, djathrat, pjetë alkolike, frutat e thata. Mund të përdorni gjithashtu edhe produkte të ndryshme natyrale të cilat ju ndihmojnë edhe në menaxhimin më të mirë për hipertensionin. Hipertensioni mund të jetë një nga problemet më të mëdha të shëndetit tuaj. Nëse nuk kujdeseni më shumë për ata që shtoni në dietën tuaj, atëherë problemi do të bëhet alarmant.
Hipertensioni ose i njohur ndryshe si tensioni i lartë i gjakut është një prej sëmundjeve me të cilat bashkëjetojnë në gati 30% e popullatës në botë, një vrasës i heshtur që po rritet me shpejtësi të frikshme. Kjo sëmundje kronike karakterizohet nga rritja mbi nivelet normale të tensionit të gjakut në arterje. Prania e hipertensionit te një person rrit rrezikun e zhvillimit të patologjive të tjera si diabeti, sëmundjet kardiovaskulare dhe iktus. Një prej këshillave më të shpeshta që u jepet atyre personave që vuajnë nga hipertensioni është të ndryshojnë regjimin ushqimor. Në këtë video do të gjeni të gjitha ushqimet që duhet hani për të mbajtur nën kontroll tensionin e lartë të gjakut sipas WebMed. Ushqimet që përmbajnë magnez dhe kalcium janë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë. Ushqimet e pasur me magnez dhe kalcium ndihmojnë në kontrollin e tensionit të gjakut. Ushqimet që përmbajnë magnez janë drithrat, orizi integral, bajamet, gështenjë, fasulet, spinaqi e të tjera. Ushqimet që përmbajnë kalcium janë kosi, djathi, lakra kineze, brokoli, spinaqi dhe lakra jeshile. Selinoja mban në kontroll kolesterolin dhe stimulon veshkat si dhe shërben për të luftuar hipertensionin. Selinoja përmban minerale shumë të rëndësishme të tilla si kalium, zink, kalcium, hekur, fosfor, magnez, vitaminën C, vitaminën B e të tjera. Në mjekësinë kineze, selinoja është përdorur si një ilaç për tensionin e lartë të gjakut. Lëngu i selinos është një mjet i shkëlqyer për ruajtjen e shëndetit më të mirë, pasi largon toksinat nga trupi. Peshku është një zgjidhje shumë e mirë për personat që vuajnë nga hipertensioni. Peshqit të tillë si salmoni, toni, trofta e të tjera janë të pasura me acide yndyrore omega 3, të cilat ndihmojnë në uljen e tensionit të lartë të gjakut. Salmoni në këtë rast përmban acide yndyrore të cilat nuk mund t'i prodhojë dot trupi ynë, të cilat ulin rrezikun e sëmundjeve në zemër dhe gjithashtu edhe problemeve të paralizës. Erëzat janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për personat që vuajnë nga hipertensioni. Erëzat jo vetëm që ndihmojnë gjithashtu në dhënien e një shije më të mirë të ushqimeve, por ato ndihmojnë edhe në uljen e tensionit të gjakut. Rigoni, piperi i zi, borziloku dhe shafrani indis ndihmojnë në uljen e tensionit të lartë të gjakut. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për dietën tuaj për të ndihmuar në këtë aspekt është edhe përfshirja e hudhrës. Studime të ndryshme kanë zbuluar se hudhra është po aq efektive në uljen e tensionit të lartë të gjakut sa edhe medikamentet e zakonshme. Studiuesit australian kanë theksuar se doza prej 600 deri në 900 mg që përdoren në shumicën e mjekimeve përmban 3.6 dhe 5.4 mg alicin, përbërësi aktiv i hudhrës, i cili jep rezultate mjaft të kënaqshme në këtë aspekt. Një tjetër produkt i cili mund t'ju ndihmojë në shëndetin tuaj dhe mbajtjen nën kontroll të shqetësimeve tuaja të hipertensionit është gjithashtu edhe çokolata e zezë. Konsumi i çokoladës së zezë është shumë i shëndetshëm për zemrën pasi do të ulë edhe shtypjen e lartë të gjakut. Specialistët këshillojnë gjithashtu që së bashku me dietën e duhur, të sëmurët me hipertension duhet të bëjnë ecje ose shëtitje në ajër të pastër, të paktën 2 deri në 3 herë në javë, dhe kështu rezultatet e mbajtjes më të mirë do t'jenë nën kontroll. Është e rëndësishme që nëse vuani nga hipertensioni, të tregoheni më të vëmendshëm me dietën tuaj. Një produkt i cili mund t'ju ndikojë në përmirësimin e niveleve tuaja të problemeve të hipertensionit është edhe spinaqi. Ai përmban kalium, magnez dhe nitrate antioksidantë të cilat ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut. Portokalli dhe grapefruit është një alternativë tjetër ushqyese e cila mund të sjellë rezultate të kënaqshme në dobi të organizmit tuaj. Ato janë të pasura me lëndë ushqyese që reduktojnë rrezikun e sëmundjeve në zemër dhe problemeve të hipertensionit, por duhet të jeni të kujdesshëm me grapefruit pasi mund të ndikojë në ilaçet që merrni për presionin e gjakut. Farat e kungullit gjithashtu janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për ju, ndaj edhe ekspertët këshillojnë përdorimin e tyre në dietë në mënyrë të vazhdueshme. Ato përmbajnë magnez dhe elementë të cilat kanë efekte pozitive për shëndetin tuaj. Vëmendje ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.